Komuna e Prishtinës pritet ta jetësoj nismën për vendosjen e taksës prej 10 eurosh ndaj qytetarëve jo rezident që hyjnë në qendër të kryeqytetit me automjete të vjetra, autobus si dhe kamion. Kjo taks pritet të hyjë në fuqi pas datës 24 qershor, me që tani për tani ky propozim është në konsultim publik. Për disa qytetar, një vendim si ky është i papranueshëm. Kjo nuk di që ka mundësi për shembull. Çka bëjnë njerëzit me orën Prishtinë pe katonit, pe fshatra? Duhet me bën një zgjidhje tjetër, për shembull parkingje ose më lehtësu qytetarëve të tjerë që vinë këtu në Prishtinë se askush nuk vjen për shembull disa punojnë këtu, studiojnë. Edhe nga shoqëria civile thonë se kjo nuk është menduar mirë. Kenan Gashi nga rjeti i OJQ-ve Avonet thotë se një pagesë prej 10 eurosh do t'i penalizoj shumë qytetarët që punojnë në Prishtinë, përfshirë edhe ata që kanë nevojë për institucionet shëndetësore. Institucionet e Republikës Kosovës gjendet mu në pjesën kryesore të qytetit, të kryeqytetit të Prishtinës, dhe në fakt ju mohohet një drejtë elementare. Asnjë qytetar nuk mund të kryejë asnjë shërbim pa e plotësuar nëse vendoset kjo taks. Reagimet kundër thonë se i kanë pritur në komunën e Prishtinës. Megjithatë, sipas drejtorit për zhvillim ekonomik dhe inovacion, Luftar Braha, taksa do të vlejë vetëm për një pjesë të kryeqytetit. Ka pas edhe pozitive, ka pas edhe negative, ka edhe komente që e quajnë që është diskriminim ose ndalesë e lëvizjes së lirë. Të hyrat do të shfrytëzohen për projekte që synojnë përmirësimin e lëvizshmërisë në kryeqytet. Kemi me nda edhe fizikisht shiritat për autobus dhe taksi, edhe emergjenca, ku i japin prioritet shumicës qytetarëve, lëvizjes qytetarëve. Normalisht ajo taksë që mbledhet ka me shku në unazën e jashtme me investu. Bazuar në dokument, mospagesa e taksës prej 10 eurosh për automjete përbën kundërvajtje dhe sanksione me gjobë, por lartësia e gjobës nuk është përshkruar. Po ashtu neni 9 i draftit të rregullorës përcakton që qytetarët e Kosovës dhe të huajt që qëndrojnë gjatë natës në një strukturë akomoduese jashtë vendbanimit të tyre paguajnë taksën e akomodimit prej 1 eurosh për natë. Këtë do ta bëjnë qoftë në hotel apo objekt tjetër akomodimi.